Rrugët bllokohen nesër deri të premten Policia Bashkiake e Tiranës. Ja zonat dhe oraret e ndalimit ju lutem respektojini. Policia Bashkiake e Tiranës kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për bllokimin e rrugëve kryesore të kryeqytetit gjatë ditës së sotme dhe të premten. Tirana do të bëhet mikpritse samitit të Komunitetit Politik Evropian KP, një ngjarje madhore që do të mbledh liderët më të lartë të vendeve europiane. Ky samit përfaqëson një moment historik për Shqipërinë, duke vendosur në qendër të vëmendjes ndërkombëtare dhe duke forcuar rolin e saj në proceset integruese europiane. Për garantimin dhe mbarvajtjen e aktivitetit janë marrë masa të veçanta sigurie dhe organizative, përfshirë kufizimet përkohshme në qarkullimin rrugor si më poshtë. Ndalimi i qarkullimit të automjeteve do të jetë në fuqi nga ora 22 e datës 15 maj 2025 deri në 23 të datës 16 maj 2025 në këto akse kryesore: bulevardi Dëshmorët e Kombit nga kryqëzimi me bulevardin Jeanne d'Arc deri në kryqëzimin me rrugën Muslim Shyri, rruga Ibrahim Rugova nga Muslim Shyri deri në rrugën e Kavajës, rruga Det Gjoluli, rruga Uranipano dhe vazhdimësia në rrugën e Barikadave deri në kryqëzim me rrugën George W. Bush, bulevardi Zogu i Parë deri tek tuneli pranë Ish Cirkut. Qarkullimi i automjeteve do të devijohet përmes rrugës Kavajës, rrugës Muslim Shyri dhe Sami Frashëri, rrugës së Durrësit, segmenti rrugës së Barikadave, bulevardi Jeanne d'Arc, bulevardi Zogu i Parë deri tek rruga Fortuzi, bulevardi Bajram Curi. Këto kërkoj mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve për respektimin e këtyre kufizimeve të përkohshme që synojnë garantimin e sigurisë dhe zhvillimin e suksesshëm të këtij eventi të rëndësishëm.